Unë mas pari ju uroj gëzim fat edhe urime për vajzën e juve, po sa është emocion për me e martu vajzën e vogël? Është emocion edhe gëzimi edhe emocioni sot sikur janë bashkue. Edhe si me të thonë, për prindin gjithmonë kur t'i jep është pak më e dhimbshme, mirë po ai dëshira dhe gëzimi që fëmijët po realizohen e mund domethënë këtë dhembjen thjesht. Jemi të kënaqur sepse këta po realizohen, po e kurorëzojnë dashninë e tyre, edhe veç ju urojmë shëndet, gëzim dhe harmoni e jetë gjatë. Po, është emocion e veçantë, të drejtën, sidomos kur të martohet e vogla. Se unë sot rrugë ka ecësha me te, shiqojësha të isha po shiu, bo kjo më martu. Si të qështë ditë më të vogla. Por, është i moment i veçantë, është gëzim është. është ka dhe emocion, të mëndë si duke si kur po del diçka për i dore, po është që po shkon mirë. Edhe ja jep diçka të shtrenjtë, dikuj amanet me ta dash, me ta respektu, me ashtu, po janë zgjedhje të mirë. Vajza ka gjallë në gjallë të mirë, janë të profesionit njëjtë, dëshëroj më të mirë atë si çdo prind, sikur që i dëshëroj edhe çdo trio të ri shqiptare. Sa ka qenë e vështirë për me organizu krejt pjesën e kurorëzimit edhe pjesën e darsmës, ose a ka shku gjithçka perfekt? Perfektja varet çka quajmë perfekt, po ishte shumë e bukur. Më pëlqeu në mesin e miqve, në mesin e familjes, edhe na nderoi edhe kryetari i komunës që për ne ishte respekt i madh. Po me thonë të drejtën, mua më kanë, si me thonë, kam qenë e liru me pikë këtij angazhimi, edhe Gresa ishte ajo që organizoi. Unë dua me falenderu kështu, sepse nuk na ka lodhur neve prindve shumë, e ka marrë përsi për vetë dhe jam shumë e kënaqur sot kur pash, më duk shumë bukur dhe e falenderoj. Po, është e vërtetë kjo. Jo rastisht thënë kush ka vajzë, botën ka. Edhe vajzat tona dhe njëra po martohet, po dy angazhuar. Për krahas Gresës dhe Besiana dhe na letuar neve punën. Na kanë kursy, thanë ju mjaft keni bon, mjaft keni ashtu. Na edhe pse na merrem që ku me ditë, dashka s'kemi bo mjaft, por na kanë kursy edhe na kanë rujt, na jemi shumë të kënaqur sot. Edhe ceremonia shkoi shumë bukur, besoj që edhe dasmat premtën të shkon si është më mirë. Edhe Arbri edhe Erza kështu vazhdimisht na kanë thirrë sa kena nevojë për angazhimin e tyne. Edhe këta janë dakordu të gjithë së bashku dhe kanë bërë organizimin që mua më pëlqeu shumë. Unë do shta veç edhe një pyetje më abo, sot nashta rinia nuk po kanë qef shumë fëmijë me pas, sa keni qef ju për me mbush shtëpia ju, për shembull, për me u bë normal gjysh? Po, më thonë që është shumë gabimi mendimi i rinisë, sepse nuk keni me nej gjithmonë të ri, edhe me kalimin e kohës, se shihni që gjithçka vënitet, vetëm familja metet ajo që të marrë gjallë. Edhe fëmijët janë domosdoshëm, sepse janë jeta, janë çdo gjë. Edhe mos mendoni ju të rit që keni me nej gjithmonë të ri. Fëmijët janë domosdoshëm, edhe familjet kanë nevojë, po edhe kombi ynë ka nevojë për më ushtuar, sepse ne jemi kombi vogël. Prandaj apeloj te ju të tri që të martoheni, të shtoheni, t'i gëzoni familjet, prindit, por njëkohësisht edhe ta përtrini jetën e juaj, sepse vetëm fëmia mbush zemrën. Unë do të shkoj edhe me numra, unë jam ekonomist. Ne kemi bë 4, i kemi rrit 4, edhe konsiderojmë sa më shumë fëmijë që rrit, është sukses yt. Prandaj bëni edhe ju nga 4. Mund të vjen të vajza, po edhe qysh ti fal Zotin. 4. Njëra aventson vetin, njëra aventson partnerin, dyja jep atë dhëut të këtë. Shoshmit, zhvillimit. Unë e përgëzoj shumë juve, edhe inshallah fëmija juve kanë fat njetë, kanë harmoni, edhe normal që kryesoria është shëndeti, edhe jemi shumë krenar me juve që ju kemi, edhe sidomos edhe juve që na përgëzoni në çdo darsëm edhe në çdo festë që e kemi. Faleminderit shumë. Edhe unë Zoti ju dashur. Faleminderit fate të mira, edhe inshallah edhe ju sa më shpejt martuhej edhe bëni fëmijë. Amin inshallah, faleminderit.